Ai me ka 4 muaj, 4 muaj që bashkëjeton me te 4 muaj për 5 muaj. Ai nuk ka shtëpi të veten, ai jetonin vetëm për hotele, jetonin sa ndesa këtej. I kam thënë nuk jam kundra dashurisë juaj, por du që mos ma torturosh gocën. Unë o deta të them të drejtën qyko e kam parat e tip, mu nuk më ka pëlqyer si tip, si bashkëshorti gocës time. Pyetur, me jep nanën tante në telefon, se tani kam thënë mira po keq e mirë, ne po bëhemi miq. Unë nuk du ta ditha për maman time, as për babain tim. Unë maman time thotë rraf sa herë të du, fjalët e tia. I ka hequr dhe telefonin, i ka hequr dhe Facebook-rat, i ka hequr dhe WhatsApp-at dhe ja ka thyrë telefonin gocës. Ai thot, ma ka thënë mu në sy, që gruaja ime nuk duhet të ketë telefon. Lesa ai ka një gojë odeta shumë të poshtër, shumë të fliqt, nuk e di. Ajo më thot, mu thot, mam thot unë e du. Po si mund të dush, i kam thënë një njeri që ai të rreth dhe torturon, dhe nuk ka shtëpi